Trishtohem kur e mendoj se si do të dukej njerëzimi po të mos ishte Islami. Islami si fe, si kulturë dhe si qytetërim. Kto janë fjalët e Leopold Weiss, një intelektual dhe gazetar austriak, i cili pasi e studioi thellë fenë islame, u konvertua në musliman. Islami nuk është thjesht një fe, ai është një qytetërim i tërë, një sistem vlerash, një kulturë dhe një burim i pashtershëm dijesh që ka ndikuar fuqishëm në rrjedhën e njerëzimit. Për shekuj me radhë, Islami ka qenë një shtys për zhvillimin e shkencës, filozofisë, mjekësisë dhe matematikës, ka qenë një urë që lidhi lindjen me perëndimin, duke ruajtur dhe pasuruar dijet që sot konsiderohen themeli i botës moderne. Nga bibliotekat më të mëdha e deri te mendimtarët që sfiduan kohën e tyre, ndikimi i tij është i pamohueshëm. Në kohë errësire, Islami ka ruajtur dritën e dijes, në kohë përçarje ka ndërtuar ura komunikimi dhe në heshtje ka lënë gjurmë që edhe sot jetojmë shpesh pa e kuptuar. Ndoshta bukuria e vërtetë qëndron pikërisht këtu, në ndikimin e tij të qetë për të thellë në qenjen tonë. Islami është drita që ndriçoi epoka të errta, është mendimi që sfidoi kufijtë e kohës, është trashëgimia që ende jeton në çdo hap të botës moderne dhe ndoshta pa të, bota nuk do të ishte siç e njohim sot, ndoshta do të ishte më e varfër, më e zbrazët dhe më pak njerëzore. Prandaj para se të gjykosh, ndalu dhe reflekto, sepse historia nuk është vetëm ajo që të është treguar, por edhe ajo që mungon kur nuk e njeh të vërtetën.